Luka 19, vargjet 11 deri në 27. Dhe ndërsa ata po I dëgjonin këto, shtoi edhe një shëmbëltyr, sepse ai ishte afër Jeruzalemit, dhe ata mendonin se mbretëria e Perëndisë do të shfaqej menjëherë. Tha pra, një njeri fisnik shkoi në një vend të largët për të marrë në dorëzim një mbretëri dhe të kthehej. Dhe si I thirri 10 shërbëtorët e vet, u dha 10 mina dhe u tha atyre: tregtoni derisa të kthehen. Por qytetarët e vet e urrenin dhe I dërguan pas tij një delegacion duke thënë: nuk duam që ky të mbretërojë mbi ne. Dhe ndodhi që kur u kthye, pasi e mori në dorëzim mbretërinë, urdhëroi t'i thërrisnin ata shërbëtorët, të cilëve u kishte dhënë parat për të marrë vesh sa kishte fituar secili. Atëherë doli I pari dhe I tha: Zot, mina jote dha 10 mina të tjera. Dhe ai tha: mirë o shërbëtor I mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogla, sundo mbi 10 qytete. Dhe erdhi I dyti duke thënë: Zot, mina jote dha edhe 5 mina të tjera. Dhe I tha edhe këtij: edhe ti je mbi 5 qytete. Dhe erdhi një tjetër I cili tha: Zot, ja mina jote që ruajta në një ris. Sepse kisha frikë nga ti, që je një njeri I ashpër, ti merr atë që nuk e vën dhe korr atë që nuk e mbjell. Dhe I Zoti tha: prej gojës sate do të gjykoj, shërbëtor I ligë. Ti e dije se jam një njeri I ashpër, që marr atë që nuk kam vën dhe korr atë që nuk kam mbjell. Dhe pse nuk e vure paranë time në bankë që kur të vija ta merrja bashkë me interesin? Dhe u tha të pranishme: merrja një minën dhe jepja një atij që ka 10 mina. Dhe ata I thanë: Zot, por ai ka 10 mina, sepse po ju them se kujdo që ka do t'i jepet, por atij që s'ka do t'i hiqet dhe ajo që ka. Por I sillni këtu këta armiqtë e mi, të cilët nuk doni që unë të mbretëroja mbi ta, dhe I vritni përpara meje. Një shëmbëtyr akoma më e vështirë se të tjerat, Jezusi tregon se çfarë do të ndodhi në mbretërinë e tij, se çfarë do të ndodhi pikërisht kur ai të largohet dhe të vijë përsëri. Shumë prej dishepujve dhe shumë prej atyre që ja dëgjonin ata po mendonin se nga që Jezusi po kishte folur gjithë kohës që mbretëria ime po vjen, edhe ai po thoshte pikërisht për këtë në tokë dhe ja po e tregon ta për ne. Në fakt Jezusi tregon dhe krahason njerëzit që besojnë, që I binden Jezusit dhe bëjnë vullnetin e tij, se çfarë do të ndodhi me ta. Dhe atyre që nuk e besojnë Zotit, por dalin dhe kundra Zotit, por edhe flasin kundra, edhe keq kundra Zotit, përsëri Jezusi jep detaje se çfarë do të ndodhi dhe me ta. Pra shëmbëtyra është në këtë lloj mënyre, pra tregon. Ishte pra një mbret dhe ky zgjedh 10 shërbëtor dhe u jep nga 1 minë. Pra të gjithë secilit një shumë të barabartë, askujt më tepër, askujt më pak, por nga 1 minë. Thuhet që një mina në atë kohë është e barabartë me shumë para sot, shumë fat. Edhe gjithë secilit pra I jep nga 1 minë, edhe vëmë re, ndërsa neve lexojmë historinë, këtu përmendet vetëm 3 shërbëtor, po 7 të tjerë nga janë. Edhe ndërsa vazhdon, kishte nga ata shërbëtor që e dëgjuan Jezusin, e morën urdhrin, komandën e Jezusit dhe kush u bindën. Po kishte nga ata grup njerëzish që mbasi mbreti u largua, ata dërguan njerëz mbrapa që të flisnin keq, që të nuk e duan të si mbret. Edhe ndërsa vazhdon historia, Jezusi tregon pra që mbreti u kthye, shkoi e mori mbretërinë, pra mbretëria e tij u zgjerua, po akoma më e madhe, edhe vjen edhe I thret shërbëtorëve të vet, edhe përmendet vetëm 3. Edhe I pari që u bind plotësisht bëri 10, I dyti 5, I pari nuk bëri asnjë fare. Edhe Jezusi pastaj tregon se çfarë ndodh. Por nëse ne do të ndalemi, Jezusi tregon: unë erdha, do të shkoj, do të vi përsëri tek vargu 8:12. Një njeri fisnik shkoi në vend të largët për të marrë në dorëzim një mbretëri. Dhe si thirri pra 10 shërbëtorë, me këtë tre ilustrime ose këto 3 sjellje që neve lexojmë këtu,
kemi të bëjmë me 3 sjellje. Pra, këto janë ato që dalin më në parë tek njerëzit. Edhe ndërsa dalin këto, ne shikojmë që ka njerëz që dedikohen plotësisht edhe japin shlypin maksimum. Si ai 10 edhe ai 5. Do thoni ju, po pse ky 5? Po ka të bëjë dhe aftësia e kësaj. Edhe Perëndia na dëshiron që ne të jemi të paraqitemi tek Perëndia ashtu siç jemi ne. Pra, me gjithë ato mangësitë tona, me gjithë ato meritat tona, me gjithë ato aftësitë tona. Edhe Perëndia këtë dëshiron. Nuk dëshiron që ne të shkojmë tek Perëndia dhe të shtiremi. Edhe sa i mirë jam, sa i zgjuar jam, sa përpara kam bërë, shiko sa gjëra të mira kam bërë. Ju keni vënë re që ka njerëz që kërkojnë të vlerësohen, kërkojnë të marrin meritat për aftësitë, për arritjet që ata kanë bërë. Edhe mendojnë që duke patur këtë lloj arritjesh, këtë lloj rezultatesh, tani me jepi çik respekt dhe kërkojnë që të hapet rruga vende pa vend. Edhe në vende që nuk njihesh. Njihet ti kush jam unë, që themi shpesh. Por imagjinoni pra, me gjithë këtë, imagjinoni sikur gjithsecili prej nesh të dinte ditën që Zoti do të vinte përsëri. Sepse këtu shikojmë që mbreti ikën për të marrë mbretërinë dhe njerëzit e dinin që ai do të kthehet. Nuk do të rrinte atje për një kohë të gjatë. Edhe pse këtu s'përmendet le të themi që ata dinin që ai do të kthehet përsëri. Dinin edhe ditën. Pra imagjinoni sikur e dim ditën kur Zoti do të vijë. Edhe pse besojmë që ne Jezusi është biri i Perëndisë, u kryqëzua, u ringjall, dhimi pagzuar, bashkohemi në adhurim. Çfarë do të bënim neve ndryshe? Gjithsecili prej nesh, çfarë do të bënte ndryshe? Do të shikonte tek jeta vetë, do të dëshironte ta ndryshonte. Që të paraqitesh tek Perëndia akoma më, le të themi, më i denj përpara prezencës së Zotit. Çfarë do të bënim ndryshe? Shpeshherë neve e dim në fakt që Zoti do të vijë përsëri, por neve harrojmë se nuk dim ditën, por ne dim që do të vijë. Edhe ne mund të jemi si këta 7 të tjerët që ose si ky i fundit që nuk e ka dhënë ujë në zjarr fare. Merr e dëgjon fjalën e Perëndisë, vjen edhe hulet bashkë gjithsecili prej nesh, mund të jemi në një gjumë që nuk e vëm, nuk shqetësohen. Por Zoti thotë, çfarë ke bërë ti me aftësinë tënde? E pakta që mund bësh ti mund ta fusje minën në bankë dhe të merresh interesin. Pra, e pakta që neve mund të bëjmë me besimin që kemi marrë, me shpëtimin që kemi marrë prej Jezusit, të ndryshojmë veten, të transformohemi. Nëse besimi ynë është siç ka qenë që momentin e parë kur neve besuam dhe kemi dhënë jetën Krishtit, atëherë ka diçka që nuk shkon. Neve kemi nevojë që të rritem. Ne kemi nevojë që të punojmë akoma më shumë për besimin tonë. Pra, çfarë ndodh me gjithsecilin prej nesh? Është shumë e rëndësishme për të patur, për të treguar, le të themi atë shkallën e besimit, ose le të themi atë shkallën e ku jemi përpara Perëndisë. Kjo na bën edhe diçka që ne duhet ta kemi në. Edhe ai thot, Jezusi i pyet këta, mbreti i thret, hajde. Breta, zotëritha, ja ku ke minën tënde, më ka dhënë dhe 10 të tjerë. Jo vetëm që nuk ja mori, por i tha, e rriti akoma më shumë në detyrë, që ky të kishte mundësi që të drejtonte, pra të kishte në urdhrat e vete 10 qytet. Edhe i dyti kështu, 5 qytet. I pari, hiç, tjerë edhe këta, se nuk je për të. Pra dhe nëse ti nuk je në gjendje të administrosh gjëra të vogla, si mund të vej unë ty Zot në gjëra të mëdha? Për shembull, gjithsecili prej nesh i pëlqen ideja të hulet në karrike në zyrë për të patur përgjegjësinë, le të themi një drejtor. Dhe duam rrok madh. Por nëse neve nuk e tregojmë me gjëra të vogla, që jemi të besnik, që i bindemi urdhrave, si mund të vendosim ty me gjëra të mëdha? A do ta vendosni ti dikë që të kërkonte direkt ta çoje në një përgjegjësi shumë të madhe? Besoj që jo. Do dëshironit që të shpenzonte kohë që të mund ta dëgjonim, ta shikonim, ta vështronim se si silej, se çfarë bën, në mënyrë
që të mund të arrisësh në përgjithësi. E pra, në qoftë se ne dëshirojmë të jemi pjesë e mbretërisë së Perëndisë, neve na është dhënë ky privilegj, neve na është dhënë ky bekim që të kemi mundësinë të hyjmë. Por në të njëjtën kohë, ne duhet të bëjmë detyrën tonë si shërbëtorë të Perëndisë. Është e vështirë që të sillesh ndryshe, që të mendosh ndryshe. Por Perëndia thotë duhet, sepse ka gjëra akoma më shumë me vlerë se sa të qenërit këtu në tokë. Neve dim se çdo gjë që neve kemi është kalimtare. Asnjëri nuk do ta gëzojë. Ja imagjinoni, rrogën, lekët që marrin. Të gjithë i prekin me dorë, po asnjëri s'i gëzon. I merr me një dorë, i nxjerr me një dorë tjetër. Pra i merr që kthej i çon diku tjetër për të plotësuar nevojën. Është diçka pra kalimtare që nuk qëndron. Por ama neve themi është e nevojshme. Bota mund ku neve jetojmë, na kërkohen gjëra që na janë të nevojshme për, le të themi, për kujdesin ton fizik, edhe Perëndia nuk e përjashton këtë gjë. Por çfarë Perëndia kërkon dhe të përjashtojë nga jeta e gjithsecilit prej nesh është qofse neve këto gjëra do t'i bënim Zot të jetës sonë. Nuk do të gjenim kohë për Perëndimin. Nuk do të banim kohë për Zotin, por do ta lenim në një ku të kemi kohë, ku të na dali Terezia koha. Është diçka që ne mund ta kemi dëgjuar me shumë herë, por është vetëm në momentin që ne arrijmë ta kuptojmë, atëherë ne bëjmë edhe ndryshim. Nuk mund na thot neve ose të marrim atë ndryshimin direkt. Besoj që gjithsecili prej nesh kur dëgjon një gabim që kanë jetën e vet, nuk është se shkon edhe ndryshon direkt. Po. Imagjinoni, një gabim që neve do na drejtohej gishti, çfarë është gjëja e parë që neve bëjmë? Është themi, po mirë, po ti çfarë bën? Po pse ti nuk bën të njëjtën gjë? Ti e bën akoma më shumë. Për shembull, do ju thoja unë që e përdorin gjithë. Mos e përdor telefonin, hiqe telefonin se të dëmton syt. Se të dëmton trurin. Po mirë, po ti, ja unë e hoqja, po ti sa ke ti që po e marr dorë, pra neve nuk e dëgjojmë këtë si këshill, por neve e dëgjojmë si sulm. Edhe bëhemi kalojmë në statin mbrojtje. Vëllezër e motra, Perëndia na ka thirrur që ne me aftësitë tona, me bekimet tona, me jetën tonë, ne duhet të japim fryt. Çfarë neve kemi aty ku jemi, asnjë gjë më tepër, asnjë gjë më pak. Ju bekoj me fjalën paqja dhe Zoti qoftë me ju, paqja dhe hiri Perëndisë qoftë me gjithsecilin prej nesh. Zoti qoftë vazhdoj të jetë i duruar e i mëshirshëm me gjithsecilin prej nesh. Zoti ju bekoj.